Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti i bukurisë, merrni pak mjalt dhe do dukeni 10 vjet më të reja. Një nga thesaret e natyrës është padyshim nektari që mbledhin bletët. Një bleti duhet të vizitojë rreth 2 milion lule për të prodhuar vetëm 450 gram mjalt. Konsiderohet si ëmbëlsuesi më i mirë dhe më i shijshëm, ndaj përdoret gjerësisht në gatime. Për të shijes së mirë, mjalti është një burim vlerash, vitaminash dhe antioksidantesh. Këto vlera janë të jashtëzakonshme si për organizmin, ashtu edhe si një kurë e mirë për pamjen e jashtme. Ndaj në këtë video ne do t'ju tregojmë mënyrat se si ta përdorni ato për flokë dhe për lëkurë të butë. Për fytyrën, duke qenë një hidratues shumë i mirë, mjalti bën mrekulli në lëkurë delikate të fytyrës. Shumë i përdorshëm në pothuajse çdo produkt kozmetike të fytyrës apo të trupit. Funksionon gjithashtu si një trajtim ideal për pastrimin dhe gjithashtu për mbylljen e poreve. Mjafton që ta aplikoni atë në fytyrë dhe ta masazhoni me lëvizje rrethore për 20 deri në 30 minuta. Pasi të jeni qetësuar dhe ta ndjeni fytyrën më të freskët dhe më të çplodhur, shpëlajini me ujë të vakët. Kundër të djegurave në lëkurë, nëse aksidentalisht digjni ndonjë pjesë të trupit, mjalti do të jetë kura më e mirë për ta shëruar lëkurën tuaj. Kur mjalti aplikohet menjëherë në fytyrë, ai bllokon radikalet e lira duke ulur rrezikun e krijimit të shenjave të cilat mbeten pas djegjes. Nëse digjeni, lagni zonën me ujë të ftohtë për disa minuta dhe më pas aplikojeni mjaltin. Kjo do ta mbajë lëkurën tuaj sterile dhe të butë për një kohë të gjatë. Kundër shenjave, mjalti është një nga mënyrat më natyrale dhe të shpejta për ta zbardhur lëkurën dhe për të zhdukur shenjat. Nëse aplikoni atë në mënyrë të vazhdueshme, pak mjalt tek zona ku keni shenja, qofshin këto të reja apo të vjetra, vetitë e tij antiinflamatore do ta rigjenerojnë lëkurën dhe do ta bëjnë atë të ndihet si e re. Kundër zbokthit, nëse doni të qetësoni një herë mirë skalpin e kokës tuaj dhe të shpëtoni nga zbokthi, atëherë përdorni mjalt. Lyeni rrënjët e flokëve me të dhe lëreni të veprojë për rreth 1 orë. Më pas, lani kokën me shampo si zakonisht. Ky trajtim ka efekte të mrekullueshme nëse e përsërisni të paktën një herë në javë. Heq maja të dyshe. Lyeni vazhdimisht majat e flokëve tuaja me pak mjalt para se t'i lani, sidomos nëse keni flokë shumë të thatë ose gjatë stinës së verës. Kjo do t'i bëjë ato që të jenë njëkohësisht më të buta dhe gjithashtu do të eliminojë majat të dyshe, të cilat do të ndalojnë dhe flokët të këputen. Këshillohet të përdorni gjithnjë mjalt organik në mënyrë që rezultatet të jenë sa më të mira dhe të shpejta në organizëm dhe në lëkurë. Fytyra është pjesa më e dukshme e jona, është ajo e cila na prezanton ne me të tjerët dhe për këtë arsye duhet që të jemi gjithmonë në pamjen tonë më të mirë. Por shpesh fytyra mundet të ketë shumë probleme të cilat vijnë nga yndyra e tepërt apo nga pluhurat që gjejmë sapo ne dalim nga shtëpia. Ne këtu do t'ju prezantojmë me maska shumë të mira për të gjitha ju vajzat. Mjalt dhe kanell. Shumë prej jush mund të kenë dëgjuar më parë, shumë mund ta kenë provuar dhe të kenë mbetur të kënaqur dhe disa të tjerë nuk e kanë marrë guximin ta provojnë. Ne ju këshillojmë të filloni ta provoni sa më parë për rezultate të shpejta dhe përfundimtare. Mjalti njihet për pafundësinë e të mirave që jep për çdo pjesë të trupit dhe fytyra s'kishte si të ishte jashtë. Për këtë skrab, juve do t'ju nevojiten 4 lugë çaj mjalt dhe ai duhet të jetë natyral mundësisht të vendi dhe 2 lugë çaj kanell pluhur.
Hidheni mjaltin në një enë që mund ta mbani për disa ditë dhe më pas shtoni aty kanellën. Përzieni bashkë me anë të një luge shumë mirë derisa e gjithë kanella të jetë të bashkuar me mjaltin dhe masa të bëhet sa më homogjene. Pasi ju ta keni arritur këtë masë, vendoseni me kujdes në fytyrë për ta larë dhe më pas mbulojeni fytyrën tuaj me një shtresë të hollë të maskës. Kini kujdes si gjithmonë pjesën e rreth syve dhe gojës. Mbani maskën për 10 deri në 20 minuta duke marrë parasysh llojin e lëkurës, 10 minuta për fytyrat e thata dhe 20 për fytyrat të yndyrshme. Më pas, shpëlajini maskën me ujë të vakët dhe duke e fërkuar në formë rrethore për të krijuar kështu ndjesinë e skrabit. Më pas, lyeni fytyrën me kremë hidratues për të hequr thatësinë e tepërt. Përdoreni këtë maskë për 10 ditë çdo ditë dhe do të shikoni rezultatet fantastike. Mjalt dhe kamomil. Kjo maskë është shumë e mirë për të gjithë ju që kërkoni një fytyrë jo vetëm papuçra, por edhe të lëmuar. Kamomili është shumë i mirë si qetësues nervash, por bën mrekulli edhe për fytyrën. Heq ndjesinë e lodhjes dhe hap poret. Kjo maskë do një kohë të gjatë, prandaj ne ju propozojmë mbasditet e vona apo paraditet në shtëpi. Fillimisht vendoseni në një enë me pak ujë dhe disa qese kamomili. Nëse ju keni kamomil të pakonservuar, akoma më mirë. Lëreni të ziejnë derisa të marrë val. Më pas, lidhni flokët dhe vendoseni fytyrën pranë avullit të kamomilit duke mbajtur mbi kokë një peshqir. Opsionale për më shumë rezultat, mbajini fytyrën kështu për 2 minuta. Kështu keni realizuar fazën paraprake për realizimin e kësaj maske. Kjo fazë hap të gjitha poret tuaja dhe e qetëson fytyrën përpara vendosjes së mjaltit. Më pas, pa e fshirë fytyrën nga avojt e kamomilit, filloni të vendosni një shtresë të hollë mjalti në fytyrë duke më njanuar pjesën e gojës dhe syve. Mundoni ta mbani sa më shumë maskë në fytyrë, me që dihet që është pak e sikletshme. Megjithatë, periudha optimale do të ishte 2 orë. Më pas, shpëlajini me kujdes pa sapun duke hequr të gjithë mjaltin nga fytyra. Për pastrimin e butë të lëkurës së fytyrës, ju duhet që të përzieni një lugë gjelle mjalt të lëngshëm me një lugë gjelle pluhur bajameje. Lyeni fytyrën duke masazhuar dhe shpëlajini. Për të zbutur lëkurën, lyeni fytyrën me pak mjalt të përzierë me disa pika limoni. Mbajini maskën për 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Për ta ushqyer lëkurën, përzieni 2 lugë kafeje me kremë të freskët të trash, gjysmë avokado të kaluar në mikser, gjysmë karrotë të kaluar në mikser dhe 3 lugë kafeje mjalt. Përzieni të gjithë përbërësit dhe lyeni me këtë maskë fytyrën dhe qafën. Lëreni përzierjen të veprojë për 10 deri në 15 minuta, pastaj shpëlajeni. Për të ngushtuar poret e lëkurës, merrni kos natyral dhe përzieni me një lugë gjelle mjalt. Lëreni të veprojë për 20 minuta. Kujdesi për trupin. Banjë forcuese dhe hidratuese. Hidhni në ujin e ngrohur mirë 10 lugë gjelle mjalt të lëngshëm dhe 10 pika vaj esencial me dru trëndafili. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.